Presidenti kroat Zoran Milanović ka bërë një paralajmërim të ashpër të disa zyrtarëve të qeverisë kroate, të cilët spekulohet se po punojnë me zyrtarët izraelit për të blerë të shfaquar llastiku i Davidit, një sistem modern mbrojtjeje që përdoret për të kapur dhe shkatruar raketa dhe predha në ajër para se të godasin objektivat në tokë. Duke folur sot në një konferencë përbashkët me presidentin e Maqedonisë Veriut, Gordana Siljanovska Davkova, presidenti kroat deklaroi se e ka urdhëruar ushtrinë kroate që të ndërpresë bashkëpunimin me izraelitët për këtë projekt. Ky është një paralajmërim, mos e bëni. Asnjë ushtar kroat nuk do të marrë pjesë në të, deklaroi Milanović. Filloi një vit më parë kur një raket me një rrezë veprimi për 300 kilometrash i ushqit Serbisë nga Izraeli. Është një armë edhe më ofensive se sa ajo që kinezët u ashitën serbëve. Ndoshta ministri ynë i mbrojtjes duhet t'i pyes miqtë e tij në Tel Aviv pse ja shitët Serbisë këtë raket. Pra, Izraeli po armatos në mënyrë aktive një vend që, si kryeministri Plenković, ashtu edhe ministri e quajnë armik. A shohin ata ndonjë mospërputhje në këtë? Presidenti kroat ishte i qartë në qëndrimin e tij, se përket sistemit të ashtu quajtur llastiku i Davidit, nuk do ta marrim edhe nëse është i fundit në botë, gjë që nuk është, pra është i zëvendësueshëm. Presidenti Milanović kritikoi për faktin se ministri kroat i mbrojtjes po negocion me izraelitët në të njëjtën kohë kur Izraeli po armaton Serbinë, vend që cilësohet si kërcënim për sigurinë e Kroacisë.